Hi, hello, how you doing? Oh, 50.000 euro kushton që ky fluturem. Ja bëj për burim pacollin ja për asken. Për kushën tem, apo kupton? Isha 2 herë në Amerikë për 1 muaj, 2 herë isha në Afrikë, një 3-4 herë këto në Dubai Abu Dhabi këto. Ora është 12:16. Hajde të këshyrem tash për sa minuta po aterojna. Ide me lookun e ti shumë casual që ka marrë. Maybe more champagne later. Maybe. Për pak minuta kena me bo fluturimin, ndoshta më të shkurtën ndonjëherë prej aeroportit Tiranës në aeroportin e Vlorës, që kjo është fluturimi historik, do me dhoni pari që po bëhet në aeroportin e Vlorës. Fatkeqësisht do t'i bëgjet Pacolli, normalisht do t'jetë mrena, po kë nuk është aeroplani i zotit Pacolli. Hi, hello, how you doing? Oh, but çish je? A je mirë? Çish ke kalu? Fatkeqësisht që kë nuk është avioni i zotit Pacolli, e di që ka qenë premtimi ashtu, për mirë po na u bo si shpejt me fluturu me charter. Zoti Pacolli, që këtë do të me kon fluturimi ma i shkurt në ashtan nejherë, a? Njetën tonë do me thonë që kjo ma i shkurt. Ma i shkurti. Okej. Ma i shkurti. So minuta për afërsisht? Unë besoj 7-10 minuta. Morët ka i vjetë. Sigurisht, ko me marrë një këthes dikon, ko me zgjotë rrugën pak. Me arsyetu e shmimin. Me arsyetu fix. 7-10 minuta dikon 50.000 euro kushton. 50.000 euro kushton që ky fluturem, do me thonë. Po, 7 minutë. po pse unë këtë ja bëj për burim pacollin ja për asken. Për kushën tem, apo kupton? Dorën zamër na ka thirrë zoti Pacolli kur jena kon të e bo atë ecjen për gjatë Bregdetit. Mirë po na veç që kishëm aranxhu kthimin me një vetur tjetër, edhe nuk pa të mujt me udhëtu mu pa të me të pikë, do me thonë, shqyqër ma më fund sot po kryhet. Njerëz filloj do me thonë nisja, ora është 12:16. Hajde të këshyrem tash për sa minuta po aterojna në aeroportin e Vlorës, mos të harrojmë fluturimi i parë nejherë. Kjo është Embraer po më duket 145. Prodhim brazilian, kogjë tendencios, kogjë i mirë. Qenë ka i konvertuar për 45 pasagjer. Okej, shampanja. Sa shpesh bjen me fluturu, zoti Unë Pacolli? erdha sot në mëngjes prej rrugës, këtu në Tiranë, koma të rrugës sot ora 4:30. Po, edhe Po, direkt prap. Jo, shkova tjetër një 3 orë dhe tash po thëmë zbashku për A Vlorë. e ki rutinën javore mu jo vazhdimisht me fluturime, do me thonë? Valla vazhdimisht, kohë të fundit, sidomos po më duket 85% kohës e kum kaluar në aeroplan. Sidomos muajin e fundit. Isha 2 herë në Amerikë për 1 muaj, 2 herë isha në Afrikë, një 3-4 herë këto në Dubai Abu Dhabi këto rrugtimet e shkurta. Krejt për shkak biznesit apo edhe për fund? Edhe. So po është sfiduse zoti Pacolli për me siguru njohje? Është tepër sfiduese. Se nuk është më politika një gjo gjentemene. Politika është interes. Do thëtë nëse dikush ka interes, njerë. Nëse nuk ka interes, ai nuk nje. Pacolli, faleminderit shumë, sot të mënoj ma shumë njerëz. Qëre, sa ulse i pas ka? 45 ulse, deri në fund atja. Okej. Qishto është njerëz, do me thonë, trajtimi në fluturime ekskluzive, normalisht është fluturim ekskluziv, i cili do t'jetë fluturimi më i shkurt, qëre, për do na me këshyrë në ChatGPT ose në Google me vetë cilat jon kanë fluturimet më të shkurta ndonjëherë, po si do të qoftë një sen jena të sigurt, është fluturimi më i shkurt ndonjëherë për zotin Pacolli. Kështu që interesant të këshyrëm për sa po më rrina. What do you have here? What is this? Savory? Savory snacks. Yeah. Savory snacks. Okay. Okay. Maybe more champagne later. Maybe. Njerëz jena veç pak sekonda para aterimit. Shkojmë deri në momentin kur e prek tokën avione, që atëherë tregoj kohën, momenti kur kem të ateru për pak, ke ora 12:34, do më dhonë 18 minuta, mirë po avioni unë ngrit prap,
për me bo qëtë manuvër spektakli, është fluturimi i parë normalisht që kanë me bo me u dok pak ma spektakolare për shkak se është një audiencë, po është kryeministri Roma, tu e pritë zëti Pacolli me zbrit. Momenti kur ateran, do me thonë fluturimi i parë prej 12:37 njerës. Do me thonë po i bjen saktësisht 21 minuta. Do me thonë aeroporti i Vlorës ta shqipi. Ide me lookun e ti shumë casual që ka marrë. Aja New Balance, aja Nike, ma casual që thone. Me në isha që jam i vetëmi që jam underdressed. Ide Roma, dhe gjithë Pacolli njerës. Këshere timoni i ngjitjes dhe zbritjes. Kjo është valvula e cila përdoret për balancimin e komave gjatë aterimit, po bëja i gare se s'kam ide për qa është. Ka gjatë fushën e pamjes ngusht, kështu po do këta. Qika është prej me njerës, hej, e bënëm fluturimin 20 minutë, fantastike ke eksperienca, mos harroni te Alpkor Import muni mi gjetë, do me thonë, veturat materia në treg, bydat, kanë hi, e kanë pushtu tregun, veturat elektrike, cilat me çmimin më të mirë muni me gjetë te Alpkor Import, tashti me pik edhe në Vetërnik në Prishtinë.